e pedagogëve, vlen këshilla e profesorëve për të gjithë ata që na ndjekin. Përse një maturant duhet t'ju zgjedh? Tani jemi në fakt në fazën ku të gjithë maturantët, por edhe familjarët mbi të gjitha, interesohen se cilët do të jetë drejtimi dhe ardhmja e fëmijëve të tyre. Universiteti Luar Rasi është një nga universitetet më të konsoliduara në arsimin e lartë jo publik, por edhe atë publik shqiptar, sepse tashmë kemi lënë dekadën e 2 dhe po futemi në dekadën e 3 që jemi pjesë të arsimit të lartë. Dhe kjo vjen si rezultat i këtij konsolidimi për ofertën akademike që ka dhënë Universiteti Luar Rasi ndër vite. Kjo dhe pasuruar tashmë dhe në kuadrin e ndërkombëtarizimit, që përkon dhe me programet të përbashkëta ato të LSE-s, apo dhe programet në anglisht, sepse disa nga programet në gjuhën shqipe janë kthyer dhe në gjuhën angleze tashmë dhe do t'ju informoj pas pak se kush bëhet fjalë për këto programe. Maturantët duhet të zgjedhin Universitetin Luar Rasi për 3 arsye themelore. E para për të marrë një diplomë e cila është e vlefshme, një diplomë cilësore dhe një diplomë që bën të denjë për tregun e punës. E dyta për të marrë njohuri në mësim nxënje të një kurrikule bashkëkohore për module, lëndë, për mbajtje, literaturë, e cila do t'i vlej për tregun e punës, për të ardhmen e vet dhe për të pasur një projekcion se ku dhe çfarë do të shkojë maturanti pasi të ketë përfunduar ciklin e studimeve Luar Rasi. Dhe e treta, që është dhe më kryesorja, është vlefshmëria e diplomës ndërkombëtare, që thot ajo në të cilën siç kundër përmendë programet e LSE-s, por edhe programet gjuhë shqipe, janë programe të gjitha të akredituara, që në përfundim marrin një diplomë e cila njihet kudo, në çdo vend të botës, në të cilën ata duan të punojnë apo në Republikën e Shqipërisë tek ne, është një diplomë e cila është e njohur, është akredituar maksimalisht dhe kemi mjaft të raste studentësh, alumni të cilët punojnë jashtë dhe janë të kënaqur për ato çfarë kanë marrë në njohuritë e tyre gjatë viteve të studimit në Universitetin Luar Rasi. Pra kjo e bën universitetin që të jetë një nga përzgjedhjet kryesore të maturantëve, futur këtu edhe ofertën akademike që hapet pothuajse në të 4 fakultete që janë dhe më të kërkuarin në tregun e punës kombëtar dhe atë ndërkombëtar. Pra flasim qoftë në Fakultetin Ekonomik, siç e përmendi profesor Bundo, që me programe që përkojnë dhe vlejnë për sektorin e financës, qoftë në Fakultetin Teknologjisë, Informacionit dhe Inovacionit, që janë programe në fushën e IT-s, informatikës të aplikuar, inteligjencë artificiale, sigurisë kibernetike, të cilat vlejnë për tregun e punës dhe janë ndër më të kërkuarit, apo në Fakultetin e Drejtësisë me programe në fushën e drejtësisë, siç është drejtësia 5 vjeçare, apo në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, që ofron 3 programet në farmacisë, stomatologji dhe infirmieri. Pra kjo e bën që universiteti ketë të gjithë diapazonin për të ofruar ato programe që janë më të kërkuara dhe maturantët, si dhe familjarët të cilët në konsolidim dhe bashkëpunim me fëmijët e tyre, zgjedhin këtë universitet për të qenë të pajisur me diplomë që do t'ju vlejë si një markë dhe jo vetëm si një pjesë detyruese ose detyrimi që përkon për të mbaruar një studim. Sa kërkuese janë programet dhe çfarë profili duhet të ketë një maturant për të qenë nesër i suksesshëm? Në fakt kërkesat filtruese të maturantëve për të marrë pjesë në programet e Universitetit Luar Rasi janë në 2 këndvështrime. Pra, maturantët të cilët do të ndjekin studimet në gjuhën shqipe, kërkesa është nota mesatare, siç është sipas udhëzimit të Ministrisë të Arsimit, dhe kjo vlen edhe në portalin Albania, ku maturantët ju shfaqen universitetet shqiptare, por edhe programe që ato bashkëlidhen në këtë. Dhe konkretisht në Universitetin Luar Rasi do të shfaqet gjithë programet përsa i përket asaj ofertës akademike në gjuhën shqipe. Ndërsa në gjuhën angleze ka një veçori pak më të detajueshme, sidomos për programet e LSE-s. Bëhet fjalë për 3 filtra përcaktues. E para, nota mesatare, maturantët duhet të jenë mbi 8, në mënyrë që të kenë mundësi për të përzgjedhur programet e LSE-s. E dyta, duhet të kenë notën e provimit të maturës të matematikës mbi 8 dhe duhet të kenë të mbrojtur gjuhën angleze, sepse vjen një kusht a priori për ata që duan ndjekin studimet e LSE-s, pra me diplomën e dyfisht. Gjithsesi, edhe në rast se maturantët që prevalojnë dhe kanë këto lloj kriteresh dhe i tejkalojnë. Ne gjithsesi si Universitet Luar Rasi ofrojmë edhe po themi formë ndihmuese që gjatë kohës që përzgjidhet programet e LSE-s, ne ju bëjmë tutoriate, pra takime me maturantët, duke bërë leksione në matematik, apo leksione në anglisht, apo leksione në statistikë të avancuar, për në ato lëndë të cilat kanë një farë koeficienti vështirësie për t'ju ardhur në ndihmë që kur startojnë vitin e ri akademik të jenë më të kompletuar dhe të kenë një facilitet të përbashkët. Cilat janë aftësitë kryesore që fiton studenti gjatë 3 viteve? Aftësitë kryesore që fiton studenti gjatë 3 viteve të studimit për programet në gjuhën angleze është e para njohuri të avancuara në fushën e financës, në fushën e administrim biznesit dhe në fushën e inteligjencës artificiale, meqenëse të 3 programet janë, njëri është data science and business analytics që kanë
thelb inteligjencën artificiale dhe komponentët e saj që përdoren për analistin e të dhënave dhe analistin e biznesit, po kështu Bachelor in Finance, që është programi tjetër, ka në thelb të gjithë kurrikulën që përmban njohuri të avancuar në fushën e financës dhe financës kuantitative, dhe në fundit është Bachelor in Business Administration, që ka të gjitha njohurit të avancuara në administrim biznes, menaxhim dhe menaxhim strategjik. Këto janë njohurit e para, pra kyçi i parë ose thelbi i parë është që fitoj njohurit të avancuara për kurrikulën që ofrojnë programet e LSE-s. I dyti është fakti që sikundër janë studentët mbar globin që ndjekin programet e LSE-s, qoftë ata që jetojnë në Londër apo qoftë dhe të tjerë që janë të përmbledhur siç kundër është Universiteti Luarasi në Shqipëri, por në vende të ndryshme të botës kanë programin e unifikuar. Pra do thotë, studenti i Luarasit ndjek të njëjtin program që ndjek studenti londinez në Londër, studenti në Singapur, studenti në Kanada, studenti në Japoni dhe kudo qofshin që janë në umbrellën e LSE-s, me të njëjtin kurrikul, me të njëjtën metodë vlerësimi, me të njëjtën literaturë, me të njëjtin staf akademik, pra për zgjedhjen e stafit akademik dhe për mbajtjen e stafit akademik, dhe me të njëjtën kontroll njohurish për ato çfarë ata kanë mësuar gjatë vitit akademik. Profesor, pyetja e fundit është ajo që unë anoncova edhe pak më herët. Pra, çfarë konkretisht një student përfiton teksa ju zgjedh juve? Dhe praktikat profesionale, sa të mundshme janë, projektet konkrete gjithashtu, kontaktet me biznesin gjithashtu, të gjitha këto në funksion të pritshmërive që mund të ketë një student, teksa është ende në fazën e përzgjedhjes. Po shkurtimisht se nuk kemi shumë kohë, ju lutem. Faleminderit Ola, më keni bërë një pyetje që më krijoi bindjen sikur edhe ju keni një jetë të tërë me botën akademike. Në fakt, studentët kanë një numër të madh favoresh dhe përfitimesh konkrete. Është një lehtësi e madhe që të studiosh në programet e London School of Economics. Unë e njoh mirë procesin e mësimdhënies jashtë vendit dhe njoh mirë dhe vështirësitë që hasin studentët për të ndjekur studimet jashtë kudo qofshin ato. Nuk janë vetëm kostot operacionale, kostot e të studiuarit dhe kostot e të jetuarit. Madje kush i redukton vetëm në këta element, do të thotë që nuk e njeh mirë mësimdhënia në universitetet perëndimore. Ky është një faktor shumë i rëndësishëm, por akoma më rëndësishme janë faktorët e tjerë që kanë të bëjnë me vështirësitë e jetës, me ballafaqimin për njerëz, me disa vështirësi, disa prej të cilave mund të evitohen duke e ndjekur programet e Londrës apo programet e universiteteve më të mira të botës këtu në Shqipëri. Dhe ky është rasti, ky është favori, ky është privilegji që Universiteti Luarasi është zgjedhur prej LSE-s si qendër ekselence. Kostot janë 6 deri në 8 herë më të lira se sa këto programe ata të mund t'i ndjekin në Londër. Po përfiton mbi të gjitha mësimdhënie ndryshe, të ndërthurur me praktikën, të ndërthurur me stazhe në kompani të huaja në Shqipëri apo në kompani jashtë vendit. Përfiton stazhe në kompanitë angleze, përfitojnë praktika në këto shkollat verore, summer school. Po si që ishte një prej studenteve që na e tregoj, bile, se kishim live pikërisht nga kjo shkolla verore ku ndodhej. Po, ne kemi pasur privilegjin që nëse në rrjetin e London School of Economics përfitojnë bursa për të ndjekur këto summer schoolet, shkollat verore, diku te 4 deri në 5% të studentëve, ne kemi 12% këtë vit dhe ky është një favor, për mua është një start shumë i mirë. Këta përfitojnë në një mënyrë të mësuari dhe një mënyrë të përfituarit të një profesioni të njëjtë me të gjithë rrjetin që ka London School of Economics, që do thotë siç e ka në Hong Kong, siç e ka në Kanada, siç e ka në Tokyo, siç e ka në gati 120 vende të botës. Ajo që është e veçanta, dhe unë jam krenar për këtë që po ju them, është që ne kemi ndryshe nga vitin e kaluar, që ne po prisnim çastet e fundit, ditët e fundit, këtë vit ne kemi prenotime paraprake. Kemi telefonata, kemi prindër të interesuar që na kanë ardhur dhe kërkojnë që t'ju rezervojmë ndonjë vend në London School of Economics. Por, Ola, më besoni, janë student të ekselencës ata që janë të interesuar. Janë student, një 2-3 veta për shembull, unë nuk mund të përdor emra konkret, janë fëmijët e kolegëve tanë që pasi kanë krijuar bindjen që këtu kemi të bëjmë me një shkollë elitare me të vërtet,
kërkojnë të rezervojnë në një vend për fëmijët e tyre. Çfarë mundësish, sepse ju më bët njëkohësisht dy pyetje, jo një. Çfarë mundësish kanë për të përfshirë në për projekte konkrete në kontakte me biznesin? Po. Ata mbi të gjitha fitojnë një lirshmëri. Atyre ju ndryshon fjalori. Ata bëjnë një shkollë që është në përputhje me fjalën e fundit të teknologjisë në fushat përkatëse, një program të përditësuar, ata mësojnë të jenë krijues. Ata bëjnë projekte të nivelit kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe sigurisht kjo i bën ata të ndjehen të sigurt në vetvete në çdo marrëdhënie njerëzore që krijojnë. Dhe unë e shoh dallimin midis studentëve që mbarojnë vitin e parë në programet me Londrën, me LSN, dhe studentëve që mbarojnë vitin e parë në programet e tjera. Përveç këtyre, ne kemi si vjet kemi nënshkruar mbi 14 marrëveshje me kompani ndërkombëtare që kanë filialet e tyre në Shqipëri, apo me kompani të huaja që kanë zyra përfaqësimi, apo edhe me kompani të huaja jashtë Shqipërisë. Sigurisht që këta janë studentët që mbaruan vitin e parë, kanë filluar të integrohen në rrjetin e shkollave të larta të tjera që ka LSE-ja në vende të tjera të botës, dhe ju kuptoni, këta përgatiten si studentë me një mentalitet ndërkombëtar. Sigurisht që unë nuk po flas për veçori të tjera, programet dhe lëndët në këto dy programet e LSE-s janë gjithë vjetore, nuk janë ndryshe nga që kemi ne në sistemin shqiptar që kemi lëndët semestrale, ato janë gjithë vjetore dhe në një program lëndë gjithë vjetore, ka disa module, studenti ka një paket, një portofol njohurish, dhe ato njohuri janë të konsoliduara. Sigurisht që ne përfitojmë nga rasti që maturantëve t'ja u japim këtë informacion në trajtën e një lloj pakete që ata të mos të ndihen të emocionuar dhe konfuz çfarë duhet të zgjedhim. Për opinionin tim, unë nëse do t'isha në moshën e tyre, nëse do m'jepej mundësia të zgjidhja 1000 herë, do të zgjidhja një program studimi të London School of Economics, tani jo në Londër, por të Universiteti Luarasi. Faleminderit shumë se nuk kam vërtet më kohë në dispozicion. Faleminderit për prezencën të dyve dhe shumë suksese. Do të kemi raste të flasim sërish të ditë për Luarasin, po kënaqësi t'ju dëgjoja dhe të merrja edhe unë informacion